Në Maqedoninë e Veriut qarkullojnë saktësisht 3690 autobus, por vetëm 15 prej tyre janë ekologjik. Sipas të dhënave të Eurostatit, Republika e Maqedonisë së Veriut renditet ndër vendet me përfaqësim mbi mesataren të autobusëve në raport me numrin e banorëve, por të dhënat zbulojnë një realitet tjetër, shumë më shqetësues. Parku i automjeteve është pothuajse tërësisht me naftë dhe shumë larg trendeve evropiane të mobilitetit të gjelbër dhe modern. Në vitin 2024 në vend ishin të regjistruar 3690 autobus, që përkthehet në rreth 2 autobus për 1000 banor, më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila është 1.6 autobus për 1000 banor. Megjithatë, ndonse shifrat janë të larta, struktura e autobusëve paraqet problem. Pjesa dërmuese e autobusëve në Maqedoni janë të vjetër dhe jo ekologjik. Nga gjithsej 3690 autobus, 3609 funksionojnë me motor dizel, 97 presje 8%, 63 janë me benzin gaz, ndërsa vetëm 15 ose 0.4% janë elektrik. Në një kohë kur Bashkimi Evropian po përshpejton kalimin drejt mjeteve me emërtime të ulta ose zero, Maqedonia e Veriut mbetet ende në hapat fillestare të këtij tranzicioni. Të dhënat tregojnë gjithashtu se rinovimi i parkut të autobusëve në vendin ton është disi mbi mesataren evropiane. Në vitin 2024 për herë të parë u regjistruan 379 autobus të rinj, që përfaqëson një rinovim prej 10 presje 2%, pothuajse 2 fish më i lartë se mesatarja e BE-s, 5 presje 1%. Shkallën më të lartë të rinovimit e ka Luksemburgu, 11 presje 6%, ndërsa më të ultën Bullgaria, 0 presje 7%.